Big Brother VIP Kosova vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes edhe pas përfundimit të aventurës së disa prej banorëve, dhe një prej emrave që po bën më shumë zhurmë është ai i Labinot Rexhës. Këngëtari duket se nuk po e përjeton lehtë daljen nga shtëpia më e famshme në vend. Përmes rrjeteve sociale, ai ka shpërthyer në akuza të forta ndaj disa banorëve dhe ish banorëve, duke lënë të kuptohet se ka pakënaqësi të mëdha për mënyrën se si janë zhvilluar ngjarjet brenda formatit. Në reagimet e tij, Labinoti nuk ka kursyer as produksionin, duke ngritur pikpyetje për drejtësinë e lojës dhe për trajtimin që, sipas tij, i është bërë gjatë qëndrimit në shtëpi. Megjithatë, ajo që ka shkaktuar reagimin më të madh në publik ka qenë sulmi i tij ndaj opinionistëve të këtij edicioni, Olta Gixhari dhe Leonora Jakupi. Në veçantë ndaj Leonorës, Labinoti ka përdorur një gjuhë të ashpër dhe ofenduese në një postim të publikuar në profilin e tij, duke kaluar kufijtë e kritikës dhe duke hyrë në tone personale. Postimi në fjalë nuk qëndroi gjatë online, pasi pas valës së reagimeve dhe kritikave të shumta nga ndjekësit, ai vendosi ta fshijë. Komentues të shumtë e konsideruan të papranueshme gjuhën e përdorur, duke i kërkuar këngëtarit më shumë maturi dhe respekt, sidomos ndaj figurave publike. Deri më tani, as Olta dhe as Leonora nuk kanë reaguar publikisht lidhur me deklaratat e Labinotit, ndërsa mbetet për t'u parë nëse kjo situatë do të marrë një tjetër kthes në spektaklin e radhës apo në rrjetet sociale, ku debatet rreth Big Brother VIP Kosova vazhdojnë të jenë të zjarrta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.